Përshëndetje, në këtë video do të shohim se si të bëjmë dekriptimin e paswordave të access pointave apo të wirelessave, siç janë domthonë e gjithçka duhet të keni pas instalimit të Ubuntu, domthonë duhet të jeni të kyçur në një rrjet që të mund të instaloni një paketë e cila të të nevojitet për dekriptimin e wirelessave. Në këtë rast ne do të dekriptojmë këtë wirelessin tonë dhe çdo keqpërdorim i këtyre njohurive, domethënë mund të shkruhet edhe me lex, kështu që këto sugjerohen vetëm për qëllime edukative. Pra, për të instaluar paketën që nevojitet për dekriptimin e paswordave, domethënë në këtë rast në web, paswordat web të access pointat ose të wirelessat, shkojmë në terminal, domethënë edhe me komandat sudo kjo është komanda që shkruhet, kjo është komanda e përgjithshme sudo që shkruhet për me pas qose si super user ose si administrator. Kjo është komanda që shkruhet për me instalu në diçka, çka do, ndërsa këto shkruhet emri i programit. Në këtë rast do të na kërkoj paswordin e sistemit operativ, paswordin që i kemi vënë gjatë instalimit të Ubuntu. Shtypni paswordin. Nëse e keni shkruar sakt komandën, atëherë do të instalohet vegla në fjalë. Duhet kemi parasysh duhet jemi të lidhur në internet përderisa bëjmë këtë instalim. Pas kësaj, domethënë për me shfrytëzu veglën për me dekriptu pasword të targetit, access pointit, këtë rast të wirelessit ton, atëherë nuk na nevojitet të qasim në internet. Pas kësaj, domethënë instalojmë një veglë tjetër të cilën do ta përdorim më vonë. Shkojmë me shigjet të nalt, po të njëjtat komanda, domethënë veç me shigjet të naltu, na shkruajmë atë komandë që e kemi shkruar paraprakisht dhe shkruajmë reaver. Reaver po ashtu do të nevojitet më vonë. Për në video të ardhshme, domethënë instalojmë edhe këtë. Presim derisa të instalohet. Do të kemi parasysh se tash për me përdorë këta, domethënë wirelessin me këtë komandën, nuk duhet jemi të kyçur në internet me wireless. Që se doni me instalu paketën përmes ndonjë wirelessi tjetër, në mënyrë që të jemi testu, atëherë duhet ta instaloni, pastaj duhet të diskonektohej nga këto. Nëse jeni të konektuar, më që bëni disconnect. Mirë, po unë në këtë rast jam i konektuar me LAN kabel. Atëherë shkoj me Airmon sudo gjithmonë duhet të përdor në Ubuntu. Ose shkojmë veç me Airmon-G për me pa çfarë vllani kemi. Domthonë shihet që këto kemi vlan 0. Vlan 0 nëse kishim me pas vlan 1 ose në ndonjë vlan tjetër, atëherë kishim me përdor vlan 2, varësisht cili vlan do ta përdorim. Nëse kishim me pas më shumë do të ishin shfaqur këto vlan 1, vlan 2 e kështu me radhë. Sudo Airmon-G start vlan 0. Atëherë shfaqet kjo monitor mode, të cilën na do ta përdorim domethënë në vazhdim si për çdo skanim ose për çdo shërbim që do të kryejmë në mënyrë që të dimë se me cilin wireless do të punojmë. Kjo është domethënë për vlan 0, është ky monitor mode. Nëse kishim me pas vlan 1, kishim me bë për vlan 1 do të ishte shfaqur në vazhdim monitor mode 1, 2 kështu me radhë. Mirë, po tash ne do të skanojmë rrjetet që i kemi, sudo mon 0. Domthonë kjo Airmon-G është për skanimin e rrjetave, edhe përdorim monitor mode 0. Shkojmë me enter. Atëherë skanohen rrjetet që kemi. Pra,
ju kisha propozu që me testu vetëm sigurinë e juve. Çdo keq përdorim i këtyre njohurive ne nuk morëm përgjegjësi. Atëherë për manual skanimin shkojmë me Ctrl plus C, domethënë pasi jemi vesh në terminal, të klikuar, shkojmë me Ctrl edhe C, shtypim më një herë, atëherë nalet skanimi. Kopjojmë këtë MAC adresën e targetit, domethënë na e kemi këtë target. Veç pak. Targeti jonë është domethënë kë. Dhe kopjojmë këtë MAC adresë. Domethënë që shpeshini enkriptimi është web. Web këto për shihet. Kjo metodë nuk do të funksionojë për enkriptime tjera që janë WAP apo WAP dyshat. WAP ose WAP dyshat. Kjo metodë funksionon vetëm te webi, domethënë këtë rastin ton për targetin ton. Edhe për me bë tash duhet me bëni skanim të veçantë për rastin ton, duke e caktuar edhe kanalin, domethënë këtu e kemi listën e kanaleve, këto MAC-et. Këto domethënë është signali sa i fuqishëm është, si shpeshihet sa më shumë është minus, nëse do të jetë në minus 90, atëherë është distancë shumë e madhe, mirë po si shpeshihet na jemi goxha afër, minus 42, pasi që jam pranë rrotierit, edhe këto tjerat në vazhdim minus janë domethënë më larg. Sa më shumë vlera minus është më larg. Edhe shkojmë e skanojmë vetëm targetin ton me komandat në vazhdim, sudo aerodom-ng -v përdoret për me shkruaj një file i cili do të bëj kopjen, domethënë ose shkrimin e atyre paketave që do të kapen. Shkruaj në emër çka do, koda. Mirë po emrin do të më mbajt në mend, domethënë se më vonë do të na vyjnë. -c shkruajmë kanalin që na nevojitet. Në këtë rastin tonë kemi minus kanalin numër 4, shpeshini. Mohon kjo është kanali numër 4. Kjo pra. Shkruaj minus C4. Minus BSSID. Mohon BSSID është kjo. E access pointit ton domethënë është në këtë rast kjo që më herët e kopjova. Edhe veç i bëjmë një paste. Edhe përdorim monitor mode 0. Atëherë fillon skanimi vetëm rjetit ton. Pasoj hapini terminal 3, si shpeshini data këto veç filluan me marrë pasi që unë jam shumë afër targetit. Mirë po të kishim qenë me një distancë më të madhe edhe sikur të mos ishte dikush të shfrytzu këtë rjet, atëherë këto data nuk të qarkullonin. Duhet të kemi parasysh për dekriptimin e webit, domethënë gjithmonë duhet dikush të jetë në station, domethënë nëse nuk ka klient këtu, atëherë është e kohët që të provoni të dekriptoni pasi që nuk qarkullojnë data ose paketa. Atëherë në terminalin e ri shkruajmë sudo replay-ng -a bëjmë paste prap MAC adresën tonë edhe shkojmë me mon 0. Prap kam e lyp pasportin pasi që kemi hap terminal 3, njëjtin pasport që e kemi për sistemin operativ. Këtu si shpeshihet kemi bën një gabim se duhet me shkryt -3 edhe -a dhe kështu. Në rastin ton, para kësaj komande, domethënë kjo komandë nuk e ekzekutu, ka një komandë para kësaj që do të me asociu përpara me targetin, si shpeshini na nuk jemi të asocium, do të shohim se kur do të asociohemi, do të shifet këto edhe ne do të asociohemi në station, domethënë. Mo ky asociim është fake. Sudo shkojmë sudo replay-ng -n 0 -a
edhe bojmë paste MAC adresën, domthon kjo është MAC adresa, veç që e kemi kopju më herët. Kjo këtu. Edhe monitor mode 0 gjithmonë do të më përdor. Pasi që asocium veç, këto domethën ku bëshin e autorizimi veç është po open, përpara nuk ke domethën. Edhe ta shkoj me komandën para kësaj që përdorëm domethën vetëm e shigjetën nalt, komanda që i keni përdorë përpara, ose thjesht e shkruani këtë komandën tash, -3 -a, këtu siç po shihet, vetëm se në këtë rast -b do, edhe shkruaj. Atëherë veç shpeshini këtu datat fillojnë me qarkullu me shpejtësi më të madhe. Jetën kohë hapim në terminal tjetër, edhe shkruajmë sudo ng, edhe shkojmë te open. Të file domethën -v që është shkruajtur më herët, e hapim këtë folderin këtu domethën ruhet ai file, edhe këtë file këtu -cap veç me drag and drop e kapim edhe qesim në terminal. Dhe kjo është e tëra, këtu domethën po shihet që ne veç jemi asociu, por as nuk kem. Ky domethën është access pointi jon, MAC adresa e wirelessit ton. Edhe këtu që po shihet veç mbledh 20.000 data. Sugjerohet që për fundin 20.000 nuk dekriptohet vet pasporti, mirë po si ta kalon 20.000 atëherë shumë ka gjas atë rikët moja për mu dekriptu. Shkruajmë enter, kly pasportin. Edhe do të shohim sa do të dekriptohet. Po, domethënë kjo është në heksadesimal, që mund të përdoret vetëm pak to pikat këtu ndërmjet, domethënë pak to pikat ndërmjet. Ndërsa kodin e ASC2 mundet më përdor kë. Mirë po ka raste kur na jep të vepat vetëm për kodin në numër heksadesimal, domethënë duhet të përdoret pak to pika ndërmjet, që në këtë rast është 696i66663 domethënë identike si këtu. Kto domethënë më nuk janë të pa nevojshme, mu nominal me Ctrl C, veç klikojmë në terminalin që është duke skanu, shkojmë me Ctrl C, shkojmë edhe te terminali tjetër, këtë file më nuk na vyn, edhe këta analim, dhe dekriptimi ju bon. Ky pra është pasporti, nëse nuk na jep në ASC2, atëherë ky është vetëm pa pika, pa to pika ndërmjet, vetëm këto çka shkruajnë domethënë ky teksti këto pa pika. Ky ishte sa i përket dekriptimit të webit. Në ndihni në faqen tonë, në vazhdim do të shohim se si të dekriptojmë protokolet tjera. Tash unë do të logohem në Windows dhe përmes këtij pasporti, domethënë do të mundohem më qas këtij access pointi, domethënë këtij pasi që është wireless ky. Dhe do të shohim se sa është kodi i saktë. Mirë, pra le të shkruajmë. Kodi pra në këtë rast ishte infone, më ne u logum në Windows 7, do të mundohem të qasëm, do të shtypim kodin, infone, ok, dhe do të shohim sa do të qasëm. Po, do më thonë veç jemi qasër, dhe kjo pra është interneti që në lejon, do të logohem në web browser, dhe ja pra veç jemi logu në internet me anë të kësaj.
Ju faleminderit, kjo ishte tëra sa i përket kësaj video. Në videot në vazhdim do të shohim si të dekriptojmë vapdyshin apo vetëm vapin, që janë siguri më të avancuara. Ju faleminderit, shihem në videon e radhës.